Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka ngritur akuza ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama lidhur me tenderat e shëndetësisë, duke denoncuar se mazhoranca po përgatit një ligj që do t'i kalojë tenderat e këtij sektori në një strukturë të vetme. Saliani ka cilësuar këtë si Kajo 2 në shëndetësi, duke ju referuar kompanisë shtetërore Kajo, e krijuar për prodhimin e pajisjeve ushtarake, ndërsa akuzon qeverinë se po zhvendos kontrollin e fondeve publike te një grusht klientësh, apo e merr nën kontroll të plotë çdo qindark të shëndetësisë Roni, shkruan Saliani, duke u referuar biznesmenit izraelit Ron Jefet, aksioneri firmës shtetërore Kajo. Ai deklaroi se qytetarët shqiptar paguajnë taksa për spitale funksionale, ilaçe dhe shërbim cilësor, jo për skema që sipas tij bëhen për favorizime dhe pasurime korruptive. Kajo 2 në shëndetësi, qeveria po privatizon tenderat, apo e merr nën kontroll të plotë çdo qindark të shëndetësisë Roni. Rama po përgatit që me ligj tenderet për të gjithë sektorin e shëndetësisë t'i lërë në një dorë të vetme, ndërsa shteti të heqë dorë dhe nga kompanitë private të krijuara nga superstruktura të ngjashme me Kajon e të marrin kontrollin. Qeveria Rama i urren qytetarët dhe nuk po qeveris më për ta, por për të pasuruar një grusht klientësh. Tani më edhe fondet e shëndetësisë po kthehen në biznes për të favorizuar të përzgjedhurit e klientelës, duke prekur sektorin më të ndjeshëm, shëndetin dhe jetën e njerëzve, pasi dështoi të ndërtojë një sistem publik të denjë. Pasi çdo koncesion i këtyre viteve përfundoi në SPAK për abuzime me miliona euro, tani po zgjedh ta dorëzojë shëndetësinë e bërë cop-cop dhe duke e zhvendosur param publike aty ku i leverdis politikisht, tek ronat e tij. Shqiptarët paguajnë taksa për të pasur spitale që funksionojnë, ilaçe dhe shërbim cilësor, jo për të financuar skema që qartësisht bëhen për favorizime dhe pasurime korruptive. Shëndetësia nuk është prona e Edi Ramës, është e drejtë e qytetarëve. Çdo vendim që prek miliarda lek të taksa paguesve duhet të përgjigjet interesave të pacientëve, jo interesave të pushtetit që kërkon të pasurohet në kurriz të shëndetit të shqiptarëve.